Paralajmërimi i kryeministrit se do të ketë ndryshime dhe se pjesa e korridorit 8 nga Trebenishti deri në Qaftan nuk do të ndërtohet, ka nxitur reagimin e opozitarëve shqiptar. Ziadin Sela thot se paralajmërimi i kryeministrit vërteton atë për të cilën ai kishte alarmuar javë më herët, pikërisht për këtë pjesë të korridorit. Sipas Selës, arsyetimi i qeverisë me UNESCO-n nuk mban dhe është arsyetim banal. Për Selën, autostrada Kërçov-Ohër është ajo që e rrezikon UNESCO-n më shumë se korridori 8. Shton se zona e mbrojtur nga UNESCO në rrezik është edhe më shumë nga ndërtimet pa leje në Ohër dhe Strug. Nëse duhet flasim për zonën e UNESCO-s ku në kontekst më tepër vendohet Struga se sa Ohri, duhet thënë një vërtet që korridori 8 nga Trebenishta dhe deri në Qaftan, në gjithë këtë trajektore, nga liçeni i Ohrit është mos paku në linjë ajrore larg 1 kilometër. Nëse flasim për segmentin e autostradës Kërçov-Ohër dhe Ohrit, ky segment, kjo linjë ajrore e afërsisë së autostradës me liçenin e Ohrit, ka vende në të cilën kjo distancë nuk është as edhe 10 metra. Për Selën, qeveria e VMRO DPMNE-s po e realizon planin e Nikola Gruevskit duke devijuar korridorin 8, siç bënte Gruevski me autostradën Kërçov-Ohër. Sela thot se projektet shqiptare mbeten vetëm premtime në letër. Është vazhdimsi e një politik bërje të smunë. Është një vazhdimsi e një politik bërje që vjen kufi dhe që të gishtat pastaj ja drejton shqiptarve që duan kufi. Ashtu si vendohen kufi ndaj shqiptarve me të drejtën e shkollimit, ashtu po na vizatohen kufi edhe me projektet infrastrukturore. Është mentalitet dhe logjik e Nikola Gruevskit dhe kjo sot që po ndodh s'është asgjë tjetër vetëm se vazhdimsi e këtij mentaliteti dhe kësaj logjike. Aso kohë Nikola Gruevski me BDI-n dhe sot Mickovski vazhdon të njëjtën me po të njëjtin mendësi politike për devijuar një korridor kaq të rëndësishëm. Për devijimin e projektit të korridorit 8 ka reaguar edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, nga ku thonë se ndërprerja e projektit Strug-Qaftan është vendim politik, jo kërkesë UNESCO-s. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se është tradhti dhe e papranueshme të jesh pjesë e qeverisë dhe të pranosh pa asnjë reagim ndërprerjen e një projekti që prek interesat strategjike të shqiptarëve.